Buxheti 2016 ka marrë goditjen e parë me rreth 3 miliard lek minus që në fillim të këtij viti, pavarësisht se qeveria e cilësoi ato realist. Duke folur në Komisionin e Ekonomisë, aty ku u diskutuan dy akte normative të buxhetit të vitit 2015, ministri Shkëlqim Cani deklaroi se kjo ka ardhur si pasojë e uljes së çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, ku aktualisht një fuqi shitet me $28 nga $40 që ishte në muajin dhjetor. Nga 25 lek që ne llogarisnim që do të marrim në buxhet me çmimet që ishin në atë kohë, do të marrim 20, pra që tani ka goditje në buxhetin e vitit 2016. Me këto çmime nafte që po vërtetohen, minus 2.9 është rezultantja direkt. Për grupën e parë të buxhetit 2016 edhe vetë mazhoranca u tregua kritike. Deputeti Angjeli e cilësoi qesharake rishikimin e buxhetit për kalimin në 1 miliard lekëve te kesh me qëllim blerjen e energjisë. Nëse ne nuk dim si do jetë koha në 3 muaj afërsisht, me gjithë to institute shqiptare, botërore, gjitha. Këtë se dim, çmimin e naftës nuk e dim. Apo ja, se na i dhe çmimi i naftës. Për këtë kemi folë gjithnjë që duhet i rritim më shumë aftësitë parashikuese. E ndërsa për opozitën mos realizimi të ardhurave vjen vetëm si pasojë e mos mbledhjes së taksave. Sipas Bodës, qeveria nuk përfitoi as nga rritja e taksave. Mirë 600 ton cigare, 28% cigare më pak, se pas kanë lënë duhanin. Po industrit lanë naftën, po qytetarët që kanë rritur konsumin sipas qeverisë kanë lënë naftën dhe kanë lënë dhe energjinë për fat keq sipas qeverisë. Gjatë muajit dhjetor, qeveria ndryshoi 2 herë buxhetin në bazë të cilave në fillim shkurtoi me 5.2 miliard lekë zërin e investimeve dhe me 5 miliard fondi rezervë, ndërsa arriti në po këtë mas fondin e shpronësimeve dhe u kaloi 2.5 miliard lekë bashkive të reja, ndërsa rishikimi i fundit u bë për të kaluar një fond prej 1 miliard lekësh për blerjen e energjisë nga kesh, si dhe 1.53 miliard lekë për dhënien e shpërblimeve të fundvitit.